Islami nëpërmjet haditheve 3. Butësia. Allahu e do elegancën në çdo punë. Sipas transmetimit të Abdullah ibn Mesudit, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, ka thënë: besimtari nuk është njeri që shpif për nderin e njerëzve, që mallkon, që bën punë të shëmtuara dhe që flet pa edukat. Sipas transmetimit të Abdullah ibn Mesudit, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, ka thënë: ta shash muslimanin është imoralitet, të luftosh me të është mosbesim. Sipas transmetimit të Ebu Hurejrës, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, ka thënë: mëkati i dy njerëzve që e shajnë njëri tjetrin, i takon të parit që shau, përderisa i dyti nuk e kalon kufirin. Sipas transmetimit që përcjell Aishja, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, ka porositur: mos i shani të vdekurit, sepse ata e kanë marrë hakun për atë që kanë dërguar më parë. Një ditë, një grup hebrejsh të Medinës erdhën pranë pejgamberit paqja qoftë mbi të, dhe me një lojë të thjeshtë fjalësh, duke ndryshuar fjalën e njohur përshëndetëse "Esselamu aleikum", paqja qoftë mbi ju, thanë "Essamu aleikum", vdekja qoftë mbi ju, duke treguar një vrazhdësi të madhe ndaj të dërguarit të Allahut. Nëna e besimtarve, Hazreti Aishja, ishte aty pranë dhe duke mos e mbajtur dot veten pa reaguar ndaj kësaj vrazhdësie të tyre, u aktheu duke u thënë: mallkimi dhe hidhrimi i Allahut qoftë mbi ju. Pejgamberi i dëmshurisë dhe i mëshirës paqja qoftë mbi të, duke ju drejtuar bashkëshortes tij, i tha: qetësohu o Aishë, duhet jesh e sjellshme e krenare, duhet të ruhesh nga sjellja e vrazhd dhe nga fjala e shëmtuar. Aishja ju drejtua sërish të dërguarit paqja qoftë mbi të me pyetjen: a nuk e dëgjove ç'thanë ata? I dërguari i Allahut ja ktheu: edhe unë u aktheva atyre: u e aleikum, edhe mbi ju. Të qëndruarit larg vrazhdësisë në fjalën sjellje, të mos lëndosh, të jesh konstruktiv, pajtues dhe i sjellshëm, janë tregues se njeriu është edhe njeri i mirë, edhe besimtar i pjekur. Pejgamberi i dashur ka thënë: besimtari është si bleta, ha atë që është e pastër dhe prodhon njaltin atë që është e pastër. Kur ulet mbi një lule, nuk e thyen as e prish atë. Me këtë metaforë, ai ka përshkruar besimtarin si njeri që nuk thyen e nuk shkatron, që bën punë të pastra e legjitime, të dobishme dhe qibar. Nga ana tjetër, atë që e braktisin njerëzit për shkak të vrazhdësisë dhe vulgaritetit të tij, e ka cilësuar si njeriu më të keq. Fjalët e mëposhtme të Enes ibn Malikut, i cili është rritur nën kujdesin dhe në shtëpinë të dërguarit të Allahut, tregon se sa i kuptueshëm dhe i sjellshëm ka qenë pejgamberi paqja qoftë mbi të ndaj shërbëtorëve, madje edhe ndaj fëmijëve. Të dërguarit të Allahut i shërbeva për 10 vjet rresht. Pasha Allahun kur nuk më tha uf, kur bëja diçka nuk më qortonte duke më thënë: pse e bëre kështu, sikur ta kishe bërë ashtu. Kjo sepse qetësia, butësia dhe mirësjellja përbënin karakterin themelor të pejgamberit mëshirës, në sajt të cilit ai e zbukuronte çdo vend ku gjendej. I dërguari i Allahut, i cili vinte në dukje se butësia, delikatesa, e zbukuron një punë, kurse mungesa e butësisë, delikatesës, e bën të met atë, duke thënë se ai që është i privuar nga mirësjellja, është i privuar edhe nga e mira. E cilësonte si të padobishëm njeriu me natyrë të vrazhd e të ashpër. Sipas përkufizimit të dërguarit të Allahut, besimtari nuk është njeri që shpif për nderin e njerëzve, që mallkon, që bën punë të shëmtuara dhe që flet pa edukat. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, i cili thot se sjelljet e vrazhda dhe të pa edukata, bisedat e shëmtuara dhe vulgare, janë të urryera tek Allahu i Madhërisëm, një hadith tjetër, duke thënë se turpi është prej besimit, kurse vendi i besimit është xheneti.
të folurit keq vjen nga vrazhdësia, kurse vrazhdësia, lëndimi i njerëzve, është në xhehenem, vënë dukje se njerëzit gojprishur kanë një personalitet që nuk përputhet as pak me besimin dhe turpin. Ata që e tregojnë pejgamberin ton të dashur si krijesën më të lartë dhe më të kompletuar, theksojnë se ai nuk është sjellë në mënyrë të vrazhdë dhe u është shmangur bisedave mesharje dhe të këqija. Siç tregon Enesi, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të nuk shante, nuk fliste keq dhe nuk mallkonte. Kur e qortonte dikë, i thoshte: "O të rënd balli në tokë, ç'po ndodh?" Duke u mjaftuar me një shprehje të vjetër arabe që shprehte dergjen me fytyrë për dhe. Pejgamberi ynë paqja qoftë mbi të e ka përkufizuar si më poshtë vetë për mbajtje në zëmrim, duke e penguar dëshirën për të share për të folur keq. Mundës nuk është ai që i mund kundërshtarët. Mundës i vërtet është ai që arrin ta përmbaj veten në zëmrim. Rezultatet më të qarta të zemërimit reflektohen në gjuhën e njeriut. I zemëruarin përgjithësi shan, hyen ose sillet vrazhd me sendin apo personin me të cilin zemërohet. Prandaj i dërguari i Allahut i ka përgëzuar me xhenet ata që e përmbajnë gjuhën dhe belin, duke thënë: "Kush prej jush më garanton se do ta ruaj atë mes dy buzëve dhe atë mes dy këmbëve, edhe unë i garantoj xhenetin atij." Në rast kur, me gjithë kujdesin dhe mirësjelljen, si fenomen njerëzor i shpëtonte ndonjë fjalë apo veprim jo elegant, pejgamberi ynë i dashur bënte këtë lutje: "Zoti im, unë jam njeri, cili do musliman t'i kem folur rand dhe në mënyrë lënduese, bëje këtë pastrim mëkatesh dhe shkak për shpërblim për të." Kjo lutje e bukur e të dërguarit ton, paqja qoftë mbi të, na e bën edhe neve të detyrueshme që të tregojmë të njëjtën ndjeshmëri ndaj atyre që pa dashje i kemi lënduar pa e ditur. Pejgamberi ynë i dashur me këmbgulje i ka ndaluar bisedat e pahishme të besimtarëve ndaj njëri tjetrit. I dërguari i Allahut, duke qenë së bashku me një grup ensarësh, për shkak të dikujt që njihej si gojprishur, ka porositur: "Ta shash muslimanin është imoralitet, të luftosh me të është mosbesim." Po ashtu, duke vërejtur se mëkati i dy njerëzve që e shajnë njëri tjetrin i takon të parit që shau përderisa e dyti, jo. Mëkati i dy njerëzve që e shajnë njëri tjetrin i takon të parit që shau përderisa i dyti nuk e kalon kufirin. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka bërë të ditur se përgjegjësia dhe mëkati më i madh për dy njerëz që shajnë njëri tjetrin i takon nismëtarit të këtij akti të shëmtuar. Muslimani i cili përballet me sharje nuk duhet ta ulë nivelin e tij duke nxjerrë nga goja sharje, qoftë edhe në kundërpërgjigje, edhe pse e vështirë, duhet të durojë dhe nuk duhet të shëmtohet duke ju përshtatur sharsit. Sepse sido që të jetë, fjalët e këqija janë nga shejtani. Prandaj i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka porositur: "Allahu më shpalli që të jeni modest, prandaj askush prej jush të mos i bëj pa drejtësi tjetrit dhe askush të mos i mburret tjetrit me diçka." Kur Iyadh ibn Himari, i cili e transmeton hadithin, e pyet të dërguarin e Allahut: "O i dërguari i Allahut, nëse dikush pjesëtar i një bashkësie më të ulët më shan mua dhe unë i përgjigjem fjalës së tij, a hyn mëkat për këtë?" I dërguari i Allahut i përgjigjet: "Ata që shahen mes tyre janë dy shejtan, e akuzojnë dhe e përgënjeshtrojnë njëri tjetrin." Po kështu edhe kur një person i quajtur Ebu Gjurej, i cili kuptohet se ka qenë beduin, i kërkon këshill për vete të dërguarit të Allahut, pejgamberi paqja qoftë mbi të i thotë: "Mos shaj askënd dhe vazhdon me këto fjalë. Nëse dikush të shan ty dhe të ofendon për diçka që e di se ti e ke, ti mos u ofendo, jo, ti mos e ofendo atë për gjëra që di për të, sepse faji për këtë i takon atij,
Ebu Gjurej thot, pas kësaj nuk kam shar askënd, pas kësaj nuk kam shar askënd, qoft njeri i lirë apo sklav, deve apo dele. Besimtari nuk e ul veten duke e sharsin. Pejgamberi ynë i dashur ka dhënë si ariqin se gojkyçurin përballë sharsit, siç shprehet Yunus Emre, do ta mbrojnë melekët. Sipas rrëfimit të Ibn Abbasit, dy njerëz folën shumë rënd kundër njëri tjetrit në prani të dërguarit të Allahut. Ndërsa njëri prej tyre shante, tjetri heshte e nuk përgjigjej. Kur edhe ai filloi të përgjigjej me të shara, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, u qua dhe iku prej aty. Kur e pyetën se pse u largua, tha: kur u quan melekët edhe unë u çova bashkë me ta. Përderisa i heshturi vazhdonte të heshte, melekët i përgjigjeshin sharsit për të. Por kur filloi dhe ai të përgjigjej me të shara, edhe melekët u larguan prej aty. Sipas Islamit, ashtu siç mbrohen trupat e njerëzve, jeta, personaliteti i tyre shpirtëror dhe pasuria e tyre nga çdo sulm, kërcënim apo hyrje, po ashtu mbrohen nga sulmet verbale e fizike edhe nënat dhe baballarët, antarët e familjes, populli, shoqëria dhe kombi i tyre. Sipas kësaj, është detyrë e çdo muslimani që t'i pengojë provokimet dhe sulmet kundër vlerave të mbrojtura nga feja, qoftë nëse vijnë këto nga vetë personi, qoftë nëse vijnë nga jashtë. Prandaj njeriu duhet qëndrojë larg sjelljeve që u hapin në rrugën sharjeve dhe ofendimeve. Për shembull, sipas transmetimit të Abdullah ibn Amr ibn Asit, i dërguari i Allahut një ditë tha: sharja e prindit është prej mëkateve të mëdha. Sahabët e pyetën: o i dërguari i Allahut, a mund të shajë njeriu nënën dhe baban e tij? Atëherë i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, tha: po, dikush shan baban e dikujt dhe tjetri shan baban e tij. Njëri shan nënën e dikujt dhe ai shan nënën e të parit.